Një aksident rrugor është regjistruar me ditën e sotme në autostradën Fier-Vlorë në afërsi të fshatit Mifol. Në aksident janë përfshirë një foristrat dhe një automjet i vogël, të cilët janë përplasur me njëra tjetrën për shkaqe që ende nuk dihen. Si pasojë e përplasjes, 3 persona kanë mbetur të plagosur dhe më pas janë transportuar drejt Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Sipas informacioneve nga vendngjarjet të plagosurit kanë mësuar dëmtime të ndryshme, ndërsa gjendja e tyre paraqitet fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Megjithatë, në vendngjarje kanë mbetur dhe shërbimet e policisë rrugore, të cilët kanë bërë sigurimin e zonës, ndërsa kanë kryer dhe veprimet hetimore për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Gjithashtu po merren në pyetje dhe personat që ndodheshin në automjete dhe nuk kanë mësuar lëndime. Megjithatë, hetimet për shkaqe të aksidentit nga policia rrugore e Vlorës janë duke vijuar. Fatmirësisht, kjo ngjarje ka kaluar pa pasoja të rënda, vetëm me dëme materiale në automjetet e përfshirë në aksident, ndërkohë që personat e plagosur janë transportuar në spital për të marrë ndihmën mjekësore, ku edhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.